Gjithçka ishte gati derisa njerëzit prisnin tek dera. Përgatitjet e fundit për shfaqjen babai janë realizuar. Ky krijem është një dramë thellëprekse që nis me disa situata komike dhe ndërtohet drejt një finale delikate emocionale. Ka shpërfaq breshtësinë e shpirtit të një njeriu. Drama qendrore niset rreth personazhet Andre që në mënyrë mjeshtërore e solli aktori mirënjohur nga Shqipëria, Viktor Zhusti. Pjesë e shfaqjes janë edhe Egla Ceno, Pierin Vlashi, Linda Jarani dhe Adriana Tolka. Nzumisht e pranishme në këtë shfaqje dhe interviston regjisorin Ersan Zymberi. Konsideroj vetën akoma shumë të ri këtë idenë e akumulimit të energjisë ose punës që e bëj me shumë dashni për teatrin, sepse mendoj që jo vetëm teatri, njeriu kur bën çdo punë ndjehet natyrisht mirë edhe i vlerësuar, por sidomos unë që i takoj këtij profesioni jam shumë rehat, komod dhe e bëj me shumë qef dhe me shumë dashni këtë punë, kështu që mirë se keni ardhur ju, jemi në fazën, si më thonë, finale të përgatitjes për shfaqjen babaje që jepet në kuadër të festivalit Mujësiu, e që jemi në ato finesa detajet e fundit të vogla në ethët para shfaqjes. Kemi pas, nëse nuk gaboj, kjo shfaqja e 17 ose 18 e Teatrit Kombëtar të Tiranës, shfaqja e dytë në Kosovë. Ai më tutje tha se është i lumtur që drama po prezantohet në programin e edicionit të tretë të festivalit të Mojësiut. Po për ata që ende nuk e kanë pas fatin ta shijojnë babai, çka e bën këtë shfaqje të veçantë? Patjetër që kasti aktorëve shumë i veçantë, prania e Viktor Zhustit, pastaj edhe aktorëve tjerë si Egla, si Linda, si Pierini apo Dana, dhe natyrisht formati ose koncepti i shfaqjes që janë shumë natyrshëm në një dramë të njohur të Zellerit që është bërë edhe film, e që publiku mund të më kujtu edhe prej filmit, po që në teatr, në versionin e tij origjinal, pra që ka qenë fillimisht, para se me qenë film ka qenë shfaqje teatrale, pra tekst dramatik. E kemi vënë skenë në Tiranë, në Teatrin Kombëtar Eksperimental në Tiranë, dhe e bën veçantë forma se si kemi trajtu me shumë kujdes idenë e demencës, sepse shfaqja flet për demencën, që një sëmundje që fatkeqësisht ka godit dhe po godet, po vazhdon godet një pjesë të madhe që është një histori, jo vetëm në Kosovë, pra në gjithë globin, e që është shumë njerëzore, është shumë intime si dramë, dhe ta shohim se si po e pret publiku jonë, publiku i Kosovës. Përndryshe, babai u vlerësua me shumë çmime ndërkombëtare dhe është një histori tronditse njerëzore mbi kujtesën, plakjen dhe dashurinë që mbetën dritë edhe në errësirën e harresës.